Kampionati kombëtar i futbollit për femra nisi në mënyrën më të mirë për ekipin e Vllaznisë kur në 4 ndeshje ka regjistruar 4 fitore. E ka nisur në javën e parë me Atletik Klub Shkodra me fitoren 9-1. Në javën e dytë mund Kino Studion 15-0 pasi një shkëputje të kampionatit për shkak të ekipit kombëtar. Vllaznia drejtuar nga Nikolin Leka dhe Paula Jaku regjistron edhe 2 fitore të tjera rrallazi, duke mundur Lushen dhe Partizanin, që të dyja ndeshjet luajtura në transfert. 0-15 në favor të Vllaznisë ishte fitoria në Lushnjë, ndërkohë që vajzat kuqeblu mundën dhe Partizanin 0-2, ndeshje luajtur në arenën e Demave të kryeqytetit, e cila vinte përballë 2 skuadra që ishin pjesë e Kupave të Europës, ku në këtë ndeshje paraqiteshin me pikë të barabarta në klasifikim. Vllaznia e dirigjuar nga kapitenja Megi Doçi nis vrullshëm, ku brenda pak minutash regjistron disa raste shënimi, por goli i parë vjen vetëm minutën e 17 pasi prekje të topit me dorë brenda zonës nga futbollistët e Partizanit. Kryesorja Mirela Çemeri akordon 11 metrash, të cilën Megi Doçi e shndërron në gol. Epërsia Vllaznisë vjen edhe në minutat në vijim, ku si rezultat i presionit në portën e Partizanit vjen një gjojtje e fortë e Tereza Dedas në minutën e 41, të cilën futbollistët vendaze ndërpresin me dorë duke shkaktuar një tjetër penallti. Nga pika e bardhë sërish Megi Doçi dyfishon rezultatin. Me këtë epërsi mbyllet fraksioni i parë, ndërsa pjesa e dytë vijon me epërsinë e Vllaznisë, por gola nuk ka më dhe gjithë ndeshja mbyllet 0-2. Me këtë fitore Vllaznia shkon në kuotrën e 12 pikëve duke kryesuar kampionatin. Ndeshjen e ardhshme vajzat shkodrane do ta luajnë përsëri në transfert përballë Apollonisë së Fierit.